Unë këtu jetoj, po kam e votu gjithsesi. Qa përta me menja që matëm na ose a mohëm na për diasporës? Diaspora ka qenë ndër shekuj, jo veç 100 vjetorin e fundit, ka qenë edhe shpëtimi i kombit, edhe financuese e kombit, edhe magje e kombit, edhe janë njerëz që votojnë pa interesa personale. Nuk votojnë për shkak të një punësimi ose për shkak të një përfitimi prej politikave të Kosovës, kështu që vota më e sinqertë që jepet në Kosovë jepet kryesisht prej njerëzve të mërgatës, njerëzit që dojnë atë dhe unë pa interes, sepse ata punojnë dhe jetojnë ati e mbahen për rrogave që marrin perëndim, jo për interesave politike dhe për kushërinjve dhe familjarve në Kosovë. A ka bo mirë për shembull që na kanë qitë 100 euro? Gjithsesi kanë bo mirë. Buxheti i Kosovës u shpërnda në një formë ose në një tjetër. Ma herët ju është dhënë oligarkëve, ka 700.000, 1 milion, dhe janë marrë nën tavolinë nga të njëjtë që i kanë dhënë, ndërsa sot buxheti i Kosovës i shpërndahet popullit. Pra atyre që e rrisin me taksat e veta, atyre ju kthehet në një formë. Dhe falenderojmë për këtë mundësi që a jep të varfërve. Personalisht edhe unë jam një nga ata përfituesit. Nuk është që më kanë nxjerrë mua për krizës, sepse unë punoj, por ka shumë njerëz që ato 100 euro që e kanë pasur si një mundësi. Studentët për shembull që nuk punojnë, me ato 100 euro ju ka dhënë një ndihmë të madhe. Cila politikë do këtë mani? Patjetër që e vetëvendosis momentalisht, derisa të vazhdoj të ruaj interesat kombëtare ashtu si i ka ruajt deri tani, atëherë do ta mbështesim Albin Kurtin. Në momentin që ai mund të anashkalojë qëllimet e tij kombëtare kryesisht, do gjejmë një tjetër. Edhe unë po të respektoj shumë, se po dukesh edhe shumë patriotik për shkak të tatus që e ki, kështu që të urojmë, s'po të thamë një pushim sa ma të mirë, po shqyqyr që koke i venit të. Falenderës, respekte për ju, Faleminderit më i miri. Inshallah u shohim hajrin. Mbajmë shpresë që mos të kemi një fitore aq të madhe, që mos kemi më bllokim të institucioneve nga partitë opozitare, të cilat nuk luftojnë më për pushtet, po më shumë luftojnë për me mbrojt ato që i kanë vjedhur këto 20 vjet.